Kjo shoqëria këtyre që i ndihmon Allahu, u jep sukses dhe i mbron nga çdo e keqe, është shoqëria më e mirë që e kemi obligim ta gjejmë dhe të shoqërohemi me ta. Dhe Allahu na ka urdhëruar që të jemi durimtar. Do të thonë kërkon durim gjithashtu shoqërimi me njerëz të mirë. Ka thënë Allahu: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Do thënë bënu durimtar ose jepi durim vetvetes, qëndrueshmëri vetvetes që të jesh me ata të cilët i luten Zotit të tyre mëngjes e mbrëmje dhe kërkojnë fytyrën e Allahut. Do thënë kërkojnë kënaqësinë e Allahut dhe punojnë që ta shohin fytyrën e Allahut ditën e gjykimit ose në xhenet. Wala ta'du 'aynaka 'anhum, dhe mos i largo syt prej tyre. Do thënë mos nis me shiku shoqëri të tjera. Ata janë shoqëria më e mirë, ata që i se i ndjekin urdhrat e Allahut, ecin sipas Kuranit dhe Sunetit, ecin sipas rrugës së selefëve, e përmendin Allahun, ruhen prej harameve, i zbatojnë ato që ka urdhëruar Allahu, mos u largo prej tyre, mos i largo syt prej tyre. Do të thonë ata janë shoqëria më e mirë dhe Allahu na ka urdhëruar që të jemi durimtar me këta njerëz. Allahu Akbar. Imam Shafiu ka thënë: "Uhibbu as-salihin wa lastu minhum." Do thënë Imam Shafi'i ka thënë: "I dua të mirët, edhe pse nuk jam prej tyre. Nuk jam i atill, nuk jam i mirë sigur ata, mirë po i du dhe shpresoj që Allahu për shkak dashurisë ndaj tyre, do të thënë, do të jetë i kënaqur me mua." Prandaj ka një vezvese që e kemi dëgjuar dhe e kemi pa të disa njerëz që thonë se kur rri me këta njerëz të mirë, më duket vetja si munafik, se vetëm shtirem para tyre, se unë nuk jam ashtu. Nëse është kjo e vërtet, ta di se kjo është prej mastrimeve të shejtanit. Dhe duhet të jesh durimtar. Allahu ka urdhëruar: "Isbir nafsaka ma'a alladhina", do të thënë bënu durimtar, bëje veten të durueshme që qëndrosh me ata që janë njerëz të mirë. Edhe me shoqërinë me ta, me qëndrimin me ta, si ka thënë në hadith tjetër, hadithin e mezhliseve të diturisë, ka thënë që e njihni hadith, ka thënë çdo herë kur mblidhen një popull në një prej shtëpive të Allahut, që lexojnë librin e Allahut dhe e përmendin Allahun, e lexojnë librin e Allahut dhe mësojnë ata mes veti, atyre u zbret qetësia, i përfshin mëshira e kështu me radhë, dhe kur kthehen melajket, pra melajket që e mbështjellin këtë mezhlis, e rrethojnë edhe e duan këtë mezhlis, kthehen tek Allahu dhe Allahu i pyet kurse ai është më i dituri dhe i gjithdituri. Edhe i thot: "Çka kërkojnë robërit e mi e kështu me radhë?" Dhe thot Allahu: "Juve ju kam dëshmitar se u a kam fal atyre gjunahet." Melajket thonë: "Aty ka disa njerëz që nuk kanë ardhur për këtë qëllim. Do të thonë kanë pas diçka tjetër, dhe një punë tjetër ose rruga ju ka ra, që kanë qëndruar aty." Thot Allahu: "Humul qawmu la yashqa bihimul jalis." Do të thonë ata janë njerëz që kush rri me ta nuk humb, nuk dëshpërohet ai që rri me ata. Kjo duhet të jetë, do thot, për kujtimi mjaftueshëm që ta di njeriu se qëndrimi me njerëz të mirë është mirësia. Largimi prej njerëzve të mirë është humbje e mirësisë. Edhe njeriu kur largohet prej njerëzve të mirë, ku do të shkojë? Te njerëz të këqij. Me do e mos, nuk ka tjetër. Nuk mundet, do të thënë, njeriu të largohet nga gjithë të mirët edhe të bëhet më i mirë. Do të thënë do ta kaplojnë të këqijt. Prandaj këtu në këtë ajet, se nuk e përfunduam, thot: "Wala ta'du 'aynaka 'anhum", do të thënë mos të largohen syt prej tyre. Turidu zinat al-hayati dunya, do të thënë duke i dashur këto stolitë e jetës së dunjas. Dhe wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina, dhe mos e dëgjo atë që të cilit ja kemi bërë zemrën, do të thënë gafil, që nuk i kujtohet ta përmendë Allahun. Pra mos e dëgjo atë, mos u largo prej këtyre të mirëve dhe ta dëgjosh atë që është larg prej përmendjes Allahut, wattaba'a hawahu, dhe që i ndjek epshet e veta, i pason epshet e veta, wa kana amruhu furuta. Edhe çështja e tij është e humbur ose e shkapërderdhur, e pa sistemuar, e pa rregulluar. Do të thotë nëse
është larg prej përmendjes Allahut, edhe i pason epshet, bën harame, bën mëkate, domethënë çështja e atij njeriu është e parregulluar gjithmonë. Dhe asnjëherë nuk mund ta sjellë në vend çështjen e vet, dhe çka është më e rëndësishme, pra nuk i di të mirat e veta, nuk e di të merret, nuk di ai që të angazhohet me atë që i bën dobi, që i sjell dobi, që shpëton prej dënimit xhehenemit, që i sjell përfitimin e madh dhe fitoren madhështore me shpërblimin e xhenetit. Prandaj kjo është këshill e rëndësishme për shoqërinë, është shumë e rëndësi që me pas parasysh gjithmonë, edhe këtë surën Kahf e lexojmë secilën xuma. Pra nuk duhet t'i kalojmë ajetet vetëm ashtu pa i mendu ato. Ka thonë edhe një herë, pra Allah këtu na ka urdhëruar që të jemi durimtar, të qëndrojmë me njerëz të mirë dhe mos t'i dëgjojmë dhe mos u bindemi njerëzve të këqij, të cilët janë larg prej përmendjes Allahut dhe i pasojnë epshet e tyre, sepse me ata është çështja humbje. Kurse me grupin e parë është përfundimi është që e fiton kënaqësinë e Allahut dhe fiton shpërblimin për ta pa Allahun subhanahu wa taala në ditën e gjykimit. Atëherë kjo patjetër se duhet të jetë e mjaftueshme për njeriu që të kujdeset dhe mos bëhen shkak disa zënka të pavlefshme ose disa mendime fëmijërore që të bëhen shkak për t'u largu për njerëzve të mirë, për t'i harru mirësitë shumta madhështore, do thonë për t'i harru malet me mirësi, për shkak disa guralecave që kanë qenë të papastër ose të parregulluar si duhet. Prandaj duhet njeriu të jetë i mençur, edhe t'i peshoj punët siç duhet. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala edhe për ndarjen mes burrit dhe gruas, kur divorcohen edhe ndahen, ma përfundon bashkëjetesa e tyre. Ka thënë wala tansawul fadla bainakum. Mos i harroni të mirat që i keni pas mes njëri tjetrit. Patjetër ka pas dhe një të mirë. Edhe atëherë si mi harru të mirat e njerëzve të imanit dhe udhëzimit, nuk lejohet mi harru, por duhet me qenë durimtar, edhe mi duru disa mangësi mu mundu me i korrigju, disa mi anashkalu, dhe për tu përforcuar në atë që është e mirë, në atë që në bën dobi për në dunja dhe për në ahiret.